Luan Baçi, deputeti i Partisë Demokratike për Sharkun e Fierit, gjatë fjalës së tij në Kuvend, ka paraqitur sot problematikën e naftëtarëve të zonës së Fierit dhe grevën e urisë që kanë nisur punonjësit e Bankers. 150 punonjës dhe naftëtarë të kompanisë Bankers Petroleum kanë bojkotuar punën këtë të njëjtë. 10 anëtarë të sindikatës së hidrokarbureve vendosën të futen në grevurie. Sipas burimeve, 400 puse nafte janë pa mbikëqyrje për shkak të këtij bojkoti. Kam një shqetësim që ka të bëjë me jetën e shumë qytetarëve në qarkun e Fierit. Besoj se të gjithë jeni ndjeni të protestës së vazhdueshme të qindra naftarëve të kompanisë Bankers Petroleum. Protestë që nga dje ka kaluar në një mas ekstreme. Kanë hyrë në grevë të urisë dhjetra punonjës specialistë të kësaj kompanie. Besoj se të gjithë e kuptojnë që kjo mas ekstreme, vetë mohuese e tyre, erdhi si rezultat i mos zgjidhjes së problemeve dhe kërkesave të tyre të likshme, të mohuara padrejtësisht nga kjo kompani që ka vite që operon në vendin tonë, pikërisht në Marinës në Fier. Çfarë kërkojnë naftëtarët që punojnë në këtë kompani? Po ju përmend vetëm një kërkesë të tyre, krahas disa kërkesave të tjera që të kuptoni paradoksin. Këta kërkojnë të quhen naftëtarë. Po, të quhen naftëtar për arsye se kjo kompani nuk ju njeh statusin e naftarit. Statusin e naftarit që është dhënë nga ky parlament në 2013-2017 dhe me iniciativë të deputetit të opozitës të atëhershme, deputetit përfaqësim dinjitoz të naftëtarëve, zotit Omer Mamo. Dhe paradoksi është se këtë status të naftëtarit, kompania Alpetrol, që është kompani shtetërore dhe ka qindra patronazhistë të punësuar që bëjnë qejf në kompani dhe nuk bëjnë asnjë punë, e kanë statusin e naftarit. Ndërsa kompania e Bankersave nuk ju jep. Në një kohë që punonjësit dhe specialistët e kësaj kompanie punojnë në gryk të pusit si askush tjetër. Bankersat i duan të gjitha për vete. Kanë vite që glabrojnë pasurinë më të madhe të vendit, marrin fitime maramënse dhe nuk paguajnë asgjë. Deri aty sa s'paguajnë asnjë lek tatim fitimi. Sot duhet flasin të gjithë. Kemi jetë njerëzish që rrezikojnë dhe janë në grevurie, po sakrifikohen. Nuk janë as socialist, as demokrat. Janë qytetarë të këtij vendi që me punën e tyre paguajnë edhe për ne këtu në parlament. Unë kam shumë të njohur aty dhe jam shumë i sigurt sipas informacioneve që kanë, janë të vendosur për të qëndruar në grevën e urisë deri në zgjidhjen e këtyre problemeve. Kërkoj që kjo çështje të futet në rendin e ditës, kërkoj kjo çështje të bëhet një problem për zgjidhje nga ky parlament, nga kjo qeveri dhe ky kryeministër. Faleminderit.